Lëvizja vendose, unë vetëm po them që është gati. Kryeministri Kurti është gati, emrat I kemi, po nuk mund t'i ndaj këtu me juve. Zotëri Kryeniues, më na tregu lëvizja vendosja ka ndonjëherë për president dhe a jeni duke vazhduar diskutimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Prej kur Lidhja Demokratike e Kosovës është deklaruar që janë të gatshëm për takime dhe që tashmë është paralajmëruar se takimi I radhës do të zhvillohet në formën e propozimit të emrave konkret lidhur me presidentin e ardhshëm, atëherë e kemi kuptuar menjëherë që kjo është një shans e mirë dhe një mundësi e re. Prandaj konsideroj që ekziston një probabilitet goxha I madh që të kemi president dhe një marrëveshje për presidentin, meqense kurdo që takohen kryeministri Kurti me kryetarin Abdi Xhiku, mendoj që kjo do të jetë forma e diskutimit edhe forma e negocimit. Do të takohen përmes propozimit të emrave konkret dhe prej atyre emrave konkret unë besoj që njëri prej tyre do të jetë edhe presidenti apo presidentja e ardhshme e Republikës Kosovës. Mua më vjen keq që u humb java e kaluar, mendoj që nuk ishte nevojë, mirë po mirë kuptojmë këdo që ka pas nevojë për një kushtesë, sepse tek e fundit duhet ta kuptoni që kjo nuk është një çështje gjithashtu e thjeshtë. Partitë ka nevojë që të vinë deri te emrat konkret, sa I përket asaj se cilët do të jenë përfundimtarët që do të propozohen, e pastaj të shkohet me gjetjen e një pajtueshmërie. Lëvizja vendose, unë vetëm po them që është gati. Kryeministri Kurti është gati, emrat I kemi, po nuk mund t'i ndaj këtu me juve. Më vjen keq sepse pastaj kjo do ta humbte kuptimin pastaj procesi I negocimit. Edhe LDK-ja besoj që së shpejti do të jetë gati, sepse javën e kaluar kryetari Abdi Xhiku tha që kjo javë do të jetë java në të cilën ata do të takohen. Me sa kam marrë vesh unë në vetëvendosje, kryeministri Kurti ende nuk ka një ftesë apo një diskutim se cila do të jetë dita e kësaj jave, po kështu e ka përdor gjuhën kryetari Abdi Xhiku, ka thënë këtë javë, prandaj ne jemi në pritje e sipër që kjo të ndodhë. Dhe kur kjo të ndodhë, atëherë unë mendoj që do të jetë shumë afër marrëveshja për presidentin e Republikës Kosovës. Zotëri Kryeniues, si I komentoni arrestimet e fundit në Kosovë për spionazh edhe si e komentoni në faktin që një arrestuar I fundit ka qenë u prit në takim prej zotrit Kurti edhe ish presidentit Vjosa Osmani? Sa I përket kësaj që po ndodh, natyrisht institucionet e Kosovës këto 3-4 vitet e fundit kanë pas një angazhim më të madh se më përpara për të goditur rrjetet e spionazhit brenda Republikës Kosovës. Këto kryesisht kanë ardhur, është një rrjet I spionazhit I kontrolluar, I financuar dhe I orkestruar nga Serbia. 7 ose 8 prej tyre deri tash vetëm këto 2-3 vitet e fundit janë arrestuar. Unë inkurajoj domosdoshmë institucionet e organit të rendit që edhe të institucionit të gjyqësisë, të drejtësisë që t'jenë gjithnjë më aktiv sa I përket zbulimit, sa I përket dënimit të këtyre personave. Qëllimi I këtyre është shumë I keq, tentojnë me destabilizu Kosovën, e performojnë një luftë hibride dhe speciale kundër personaliteteve të caktuara, kundër qeverisë, kundër kryeministrit Kurti, domethënë qëllimi I tyre është ky. Prandaj përshëndes çdo arrestim që është bërë edhe këto javë të fundit. Sa I përket asaj që po e thoni ju lidhur me vizitën aty, mendoj që ndoshta nuk e kanë pas kapacitetin institucionet me verifikuar atë person, sepse po të ishte verifikuar nuk më armenja që kishte deportuar
në zyrën e kryeministrit. Ai ka qenë në kuadër të një delegacioni të pakicave, të komuniteteve, jo shumicë që janë në Kosovë, diku kanë qenë 9 ose 10 persona dhe ai kishte arrit me ju bashku atij delegacioni dhe me qenë pjesë aty e vizitës. Po me vetë faktin që tash e keni në burg, unë mendoj që kjo është treguesi i qartë i orientimit të qeverisë tonë. Faleminderit.